8:35 po shënon ora në këtë mëngjes dhe tani do takohemi me Besjanën në një linjë direkte. Mirëmëngjes edhe një herë linja për ty Besjan. Mirëmëngjes Agnesa një herë për gjithë shikuesit e Kuavizionit që po vazhdojnë me qëndru me neve. Atëherë ne pak më parë përderisa ishim në studio në ngjarjet e ditës treguam që sot po ashtu do të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme, ndoshta panairit më të rëndësishme që mbahen në Kosovë dhe që hapja e saj do të jetë në orën 12. Bëhet fjalë për panairin e librit Prishtina 2025, e që në fakt sot nga ora 12 deri në orën 21 do të jetë i hapur për gjithë dashamirët pra të librit dhe që do të zgjas deri të dielën, deri në fundin e kësaj jave. Për të diskutuar për para përgatitjet dhe pashtu risitë si vjet me cilat janë, ne pranvetës tu e kemi Edon Zenerin, i cili është kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës. Mirëmëngjes Edon, faleminderit shumë për pritjen. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Atëherë inteligjenca rrjedh nga libri, është vetëm motoja si vjet me panairit, ku në fakt gjithë jemi kapluar nga inteligjenca artificiale, po përdorim jashtëzakonisht shumë. Më trego se cila ka qenë, cili është kuptimi i kësaj motoje, më saktësisht. Po praktikisht zhvillime teknologjike që në fillin e vet janë parë sikur po themi konkurruese me industrinë kreative, industrinë e librit, edhe ne kemi parë për gjatë viteve, siç kemi qenë dëshmitar në fillim kur filluan përdorimi i telefonave të mençur apo i leximit në formate e-book, që praktikisht ajo që nuk ndikoi negativisht e libri, por fatmirësisht e bëri edhe më të kërkueshëm librin si format argëtimi në kuptimin klasik. Kjo për të treguar që edhe epoka e re e inteligjencës artificiale në parim nuk është zëvendësuese për librin, por na kthen te përgjigjja e domosdoshme, e cila është inteligjenca rrjedh nga libri. Duhet ta kemi parasysh që përmes librave vërtet formohen njerëzit, janë formuar gjenerata, është bartur dija për shekuj me radhë dhe jo që njerëzit e kanë harruar, por duke qenë se konteksti është i tillë, kemi dashur që ta rikujtojmë gjën ndoshta më të rëndësishme në aspektin mendor të jeta e njerëzve, që është pikërisht procesi i të lexuarit. Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, sot i kemi një ditë me diell, siç po e shohim, edhe edicioni 25 në radhë, çerek shekulli tradit, histori, kujtesë, organizimit të panairit të librit në ambientet të Pallatit Rinis, evokon kujtime nga më të mirat kur flasim për librin. Siç e thatë edhe ju me të drejtë, panairi i librit vjen të jetë një nga ngjarjet kryesore kulturore në Kosovë, e pashmangshëm bashkë me panairin e librit të Tiranës përbëjnë dy ngjarjet kryesore të librit që ndodhin në hapësirat kudo ku flitet shqip. Ekspozuesi tashmë më shumë se 90%, 95% të tyre vetë se kanë zbarkuar në hapësirat e panairit, i kanë shpërndar librat e tyre dhe kjo ka bërë që tashmë të jemi tërësisht gati për fillimin e këtij edicioni. Çka kemi ndryshe nga edicionet e kaluara? Risitë së vjetme, çka na prat? Ne themi çdo vetë, risia kryesore janë librat e rinj që janë botuar në harkun 1 vjeçar, nga panairi i vitit kaluar deri te panairi i si vjem. Pra po flasim për mira tituj të rinj, që cilët lexuesi do t'i gjejnë në panair, kanë oferta të gjithë botuesit, të paktën 20% zbritje në tituj që ofrojnë për ata që duan t'i blejnë libra saj në panair, por mundësia më e mirë është që njerëzit të vinë dhe të informohen për libra që kanë dëshirë t'i kenë në bibliotekën e tyre, apo që kanë pasur dëshirë që një kohë të gjatë qoftë t'i lexojnë, qoftë t'i kenë fizikisht, tashmë kanë mundësinë të vinë në panair dhe të pajisen me to. Përpos tyre kemi rreth 40 aktivitete që shënohen në kuadër të panairit, janë promovime librash, janë shënime për vjetorësh, kemi 4 për vjetorë që i shënojmë si vjet, është 400 vjetori i lindjes së Pjetër Bogdanit, 200 vjetori i lindjes së Pashkovasës, 150 vjetori i lindjes së Pajkonicës e 100 vjetori i lindjes së Martin Samajt. Paka shumë panairi mban të njëjtën kulturë dhe traditë të organizimit, dhe njerëzit kur vinë normalisht gjejnë libra të rinj. Për mua, libri i ri është edhe libri që nuk e kam lexuar. Ai mund të jetë botuar para 30 e 40 vitesh, po për mua është ende risi sepse nuk e kam lexuar. Prandaj kushdo që vjen pashmangshëm do të gjejë diçka të re në panair. Çdo vit në fakt e tutje që po kalon panairi, po shënohen edhe vizitorë më të shumt. Si ka qenë vitin e kaluar edhe si vjet? Prisni më shumë? Mund të themi që përgjithsisht ka interesim të shtuar për leximin, për panairin në vetvete, fatkeqësisht vitin e kaluar kishte një rënje të vizitueshmërisë, mbase edhe si rrjedhoja ambiente të papërshtatshëm ku organizohet panairi, fatkeqësisht ne vijojmë të jemi si qytet pa hapësira të posaçme për organizimin e ngjarjeve të tilla si gjë e parë,
Si gjë e dytë, mendoj që edhe format konvencionale apo më të lehta të arritjes deri te libri kanë ndikuar që panairit mos shërbej si libraria e madhe, siç shërbente posaçërisht në fillim vitet e 2000-ta. Pra gradualisht po kthehet panairi më shumë në një fest, sesa në një ambient ku tregtohet libri. Çka ju thua gjithë lexuesve që sot ndoshta do të kemi mundësi me arë pikërisht në hapje, edhe pashtu edhe pse jo, edhe në ditë në vem, sepse kemi ende kohë, nuk do thotë vetëm që sot është i hapur panairi, edhe pse ka mjaftueshëm kohë, por deri të dielën do të kemi mundësi gjithë shikuesit edhe lexuesit të cilët vinë më pas që të marrin libra me një kosto besoj më të kënaqshme për ta. Duke ardhur në panair, duke vizituar panairin, duke u takuar me botues, me shkrimtar, me redaktor, ju i ndihmoni këta njerëz të cilët ja kanë kushtuar jetën librit. Siç e dim, libri është mënyra më e mirë për ta edukuar një shoqëri edhe për të krijuar breza të rinj që janë të aftë për ta lëvizur vendin në drejtimin që ne duam. Vizita në panair shkon në drejtim të kësaj dhe duke i mbështetur ta njerëz, unë mendoj që mbështetet edhe shoqëria. Prandaj nga sot deri të dielën, kurdo që njerëzit e gjejnë kohën dhe mundësinë të vinë ta vizitojnë panairin, sidomos me fëmijët e tyre, dhe t'u mësojnë traditën e vizitave në panairin e librit, e cila pastaj do të përkthehet pashmangshëm edhe në një shoqëri më vitale, edhe në një realitet më vivid kulturor. Faleminderit shumë për kohën që e patë dhe shumë suksese. Faleminderit juve, ju mirëpresim. Faleminderit me shumë kënaqësi. Patjetër, ne nuk do të mungojmë në panairin e librit që do të jetë deri të dielën, do të kemi materiale, do t'ju tregojmë edhe nga përmes materialeve tona se çfarë do të keni zgjedhje po ashtu në panairin e librit dhe çfarë kostoja po ashtu kanë librat. Andaj po shpresoj që sot në orën 12 do të jeni këtu në hapjen e panairit të librit. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe kalojmë linjën tek ju në studio Agnesa. Faleminderit shumë Besion për këto informata të cilat i keni ndo për panairin e librit, ndërsa në orën 12 është pra dhe hapja apo ceremonia e hapjes zyrtare, ndërsa të tjerët pra e dim vendin ku mundën me shku. Ne tani